Kur e pash për herë të parë në dasmën e kushrerit, nuk mendova se ai do të ishte ai. Ishte thjesht djali i Dajës, njëri nga ata kushrind që i ke të shumt, veç e i takon vetëm në festa të mëdha. Ai quhej Arsi, me i gjatë se sa e kujtoja, me duar të mëdha dhe një buzëqeshje që dukej e pak e ngadhët, por e sinqert. Nuk ishim biseduar ndonjëherë më shumë se 2 fjali. Ai ishte djali i Dajës dhe unë isha mbesa e Hallës. Kaq. Pas dasmës, filluam të shkëmbenim mesazhe. Fillimisht të çuditshme, për punë, për studimet, për ato foto që kishim bërë bashk pa e kuptuar pse. Pastaj, mesazhet u bën më të gjata. Fjalit e tij të shkurtra u kthyen në paragrafe. Zbulova se ai leconte poezi, diçka që nuk e prisja nga një djalë që e kisha parë duke u rrokudlisur në bar me kushrinjtë e tjerë. Zbulova se ai kishte frikë nga bubulimat, një gjë që më bëri të qesh pa zë në mes të natës. Muaji i parë ishte një zbulim. Ai më dërgonte këngë, unë i dërgoja vjersha. Ai fliste për ryjet, unë flisja për detin. Dhe pastaj, një ditë vere, kur dielli po fundosej si një portokale madhe mbi kodrat, ai më tha: "Eja, të tregoj diçka." E çoi makinën deri në një vend që e kishte zbuluar si fëmijë, një lugjinë e vogël ku bari ishte aq i butë sa dukej si pambuk. Dhe përoj kalonte aq afër sa dëgjoje vetëm zhurmën e tij. Nuk tham shumë. Ai zuri vend pranë meje dhe filloi të më tregonte për ëndrat e tij. Jo ëndrat e mëdha, por ato të voglat. Të ndërtonte një shtëpi me një dritare të madhe, të mësonte të luante kitar, të shikonte agjimin pa u ngutur askund. Ndërsa fliste, gishtat e tij pa dashje prekën dorën time. Ishte një prekje e lehtë, si kur gjedhet prekin ujin. Nuk e tërhoqa dorën. Ai nuk e tërhoqi të tijen. Dhe aty, në atë heshtje që nuk ishte më e vështirë, filloi diçka që nuk kisha planifikuar. Nuk ishte një natë e furishme, as një përplasje pasionesh. Ishte më shumë si të mësosh një gjuhë të re. Ai më mësoi të dëgjoja jo me vesh, por me lëkur. Kur më mbante në krah, nuk ishte për të më mbajtur, por për të ndjerë ritmin e frymëmarrjes sime. Kur më puthte, nuk ishte për të pushtuar, por për të pyetur: "A je këtu? A je me mua?" Dhe unë isha. Çdo herë isha më shumë. Ai kishte një mënyrë për të më parë që më bënte të ndihesha e vetmja grua në botë. Nuk ishin fjalët e mëdha ato që më pushtuan, por mënyra se si ai rregulonte flokët e mi pasi ktheheshim nga një shtitje, sikur po i lutej erës që të mos i prish. Ishte mënyra se si ai më jepte ujë të pi nga shishja e tij para se të pinte vetë. Ishte mënyra se si ai më thoshte emrin, jo si një thirrje, por si një pëshpëritje që e mbante vetëm për vete. Një mbrëmje, pas një shiu të papritur, u strehuam në makinën e tij. Zhamat ishin njegulluar dhe bota jashtë dukej si një pikturë pa qartë. Ai nuk ndezi motorin, thjesht më shikoi. Nuk isha nevojë të shikoja orën për të ditur se koha kishte ndaluar. Në atë hapësirë të ngushtë, ai filloi të më fliste për frikën e tij më të madhe, të mos ishte i mjaftueshëm. Unë e dëgjova dhe pash diçka që nuk e kisha parë kur te një burr, një shpirt të zhveshur. Ai më tërhoqi nga dora dhe më vendosi kokën në gjunjë. Më kërkoi që të mos flisja, vetëm ta ledatoja. Dhe ndërsa gishtat e mi lëviznin nëpër flokët e tij, kuptova se ai nuk po më kërkonte thjesht mua. Ai po më kërkonte të isha shtëpia e tij. Dhe unë, pa e kuptuar, kisha hapur derën. Natët e tjera nuk ishin të njëjta. Ai nuk më kërkonte kur diçka që unë nuk isha gati të jepja. Por ai dinte të leconte shenjat. Nëse unë largoja shikimin, ai largohej pak. Nëse unë afrohesha, ai afrohej më shumë. Ishte një vallëzim i ngadalt, ku asnjëri nuk udhëhiqte dhe asnjëri nuk ndikte. Thjesht ecnim bashk. Dhe pastaj erdhi ai moment. Jo një moment dramatik, po një moment i qetë.
Një mëngjes herët, kur dielli sapo kishte filluar të ngjyroste perdet e dhomës së tij të vogël, ai ishte zgjuar para meje dhe më shikonte. Kur hapa syt, pash buzëqeshjen e tij, atë buzëqeshje të ngadhët që tani e njihja përmendësh. Ai nuk tha asgjë. Thjesht zuri i vënd pranë meje dhe më tërhoqi mbi të. Ai më tregoi se intimiteti nuk ishte gjuha e trupit, por gjuha e besimit. Më tregoi se të jesh pranë dikujt nuk do të thotë të humbësh veten, por të gjesh një veten tjetër që nuk e njeje. Në atë mëngjes, ai më bëri të ndiesha e fortë dhe e brisht në të njëjtën kohë. I fortë për t'u përballur me botën, e brisht për t'u përballur me të. Nuk ishte hera e parë, por ishte hera që ndryshoi gjithçka, sepse pas asaj dite nuk isha më nevojë për fjalë. Mjaftonte një shikim i tij për të kuptuar se çfarë do të thoshte të ishe në shtëpi. Mjaftonte një prekje e dorës së tij për të ditur se gjithçka ishte në rregull. Dhe mjaftonte një natë në krahët e tij për të më... Kur një mbrëmje, pas një debati të vogël për një gjë të parëndësishme, ai u ngrit dhe doli jashtë. Mendova se do të largohej. Por ai u kthye pas 5 minutash me një lule të vetme, të thyer, që kishte gjetur në obor. Ma vuri në përparese të këmishës dhe ma tha: "E di që nuk di të bëj paqe si duhet, por mësohu me këtë, se nuk kam ndërmend të ndahem nga ti." Ishte në atë moment që kuptova se si ma bëri atë punë nuk ishte një veprim i vetëm. Ishte një seri e tërë aktesh të vogla, të heshtura, të përdiqme. Ai ma bëri atë punë duke qenë i sinqert kur gjithë të tjerët luanin role. Ma bëri duke qëndruar kur të tjerët iknin. Ma bëri duke më parë jo si një grua që duhej pushtuar, por si një botë që duhej eksploruar bashk. Dhe tani, kur më pyesin si është të jesh me të, unë nuk them gjë. Thjesht buzëqesh. Sepse njerëzit që nuk e kanë përjetuar nuk do ta kuptojnë kur. Dhe ata që e kanë përjetuar nuk kanë nevojë t'u tregohet. Djali i Dajës, ai djali ngathët që dikur ishte thjesht një emër në listën e të afërmve, më mësoi se dashuria nuk bërtet. Ajo pëshpërit. Dhe ai më mësoi të dëgjoja atë pëshpëritje. Nuk pendohem. Jo për asnjë natë të kaluar në krahët e tij. Jo për asnjë mëngjes kur zgjohesha dhe e shikoja duke fjetur. Jo për asnjë lot që kam derdhur sepse ndonjëherë dashuria dhëmb. Por dhëmb si një dhimbje e mirë, si ajo e një muskuli që po rritet. Sot, kur ai më pret në derë pas një dite të gjatë, nuk më duhen fjale. Mjafton të shoh dritën në sytë e tij. Ajo dritë që dikur ishte e ndezur vetëm për yjet, tani është e ndezur për mua. Dhe unë që nuk isha besuar kur te përjetësia, tani e di se disa gjëra nuk kanë nevojë të jenë të përjetshme për të qenë të pafundme. Ato 7 minuta, orë, ditë, muaj me të, nuk kanë qenë kur të matshme me kohë. Ato kanë qenë të matshme me ndjesi. Ja si ma bëri atë punë. Pa e prekur, duke më prekur brënda. Dhe nuk pendohem. Sepse kur të duash vërtet, nuk e pse të kërkosh falje. As prej ti, as prej vetes. Dhe ndërsa shkruaj këto reshta, ai është në kuzhinë duke bërë kafe, duke kënduar atë këngë budallagje që e di përmendësh. Dhe unë buzëqesh, sepse e di se edhe kur nuk jemi në të njëjtën dhomë, jemi gjithmonë në të njëjtën histori. Historinë tonë.